Gjithmonë kjo gjë, në fakt, si ana e marrjes së peshës, ashtu dhe ulja, ka dy anë të medaljes për njerëzit. Këte i fillojnë dhe të thonë, ua sa e shëndoshur, këtu thonë, o babo, si e bërë. Ti të ka ndodhë kjo pjesë? Rasti jote. Kur isha e shëndosh, madje e shëndosh, më shumë në rastin kur isha shtatzën. Është e tmeshme pse kur je shtatzën, se nuk e kuptoj dot. Në momentin që je shtatzën, je shtatzën. Nuk e pranonin shumë ca njerëz, e çuditshme është, po. Janë komentet ato, po ishin komente ose mesazhe. Mesazhe. Sigurisht të rralla, por që ngelen, ti mban mend, nuk e harron, se thua si ka mundësi që një grua, më ka qelluar me një grua që më ka shkruar një mesazh të gjatë, kishte marrë shumë kohë nga jeta e saj për të më shkruar atë mesazh. Ndër të tjera thoshte, po ik moj vajzë nga ekrani, si mund vazhdosh të dalësh shtatzën, liroje vendin për të tjerë. Dhe unë isha, sikur i kisha zënë vendin dikujt, unë thjesht isha një grua shtatzën e lumtur për atë periudhë që po kaloja, kam një profesion që nuk më mundon të fizikisht se ullur do isha, madje në pjesën e kuzhinës, po themi që unë jam në këmbë, më vendosën një karige që her pas herone dhe ullesha. Pse duhet isha ta bëja veten time regjim shtrati, duhet kaloja se isha shtatzën, domethënë nuk e kisha. Ky podcast është prodhim i Onovos.